Policia e Tiranës ka arrestuar një 27 vjeçar i cili lëvizte i armatosur. Nga kontrolli, policia ka sekuestruar armën e zjarrit, municionin luftarak dhe një shumë parash. Shërbimet e komisariatit të policisë numër 2 në vijim të kontrolleve intensive të zhvilluara pas mesnatës me fokus identifikimin e shtetasve që qarkullojnë të armatosur dhe që përbëjnë rrezik për qytetarët dhe rendin publik, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar mesnata. Si rezultat, në rrugën Ibrahim Rugova, u kap dhe u arrestua shtetasi ES 27 vjeç banues në Domje. Gjatë kontrollit në çantën e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistolet me municion, të cilën e mbante pa leje, si dhe një shumë parash. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin e policisë.